Kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës, Vullnet Sinaj, vijon takimet me qytetarët. Takimin e radhës Sinaj e zhvilloi në rajonin nr. 4 me banorët e ish Mapos në Çole. Nuk ju premtoi që do t'ju bëj rrugën, unë ju premtoj dhe unë do të kërkoj për ju, bashkë me ju aty ku duhet, thot ndër të tjera kandidati Sinaj. Po ashtu, kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës, Vullnet Sinaj, është takuar me vajzjot që jetojnë në Vlorë, i shoqëruar nga kryetari i Bashkisë së Selenicës Nertil Bellaj. Kënaqësi bashkëbisedimi me ta dhe mbështetja e pa rezervë për kandidaturën time për Partinë Socialiste, tha ndër të tjera Sinaj. Do ta gjej përsëri rrugën për të qenë deputet i suksesshëm në qarkun e Vlorës. Vullneti do gjëra për zonë. Vullneti votojë në gjithë qarkun, nga Selenica, nga vajzat deri në Koniskoj. Sot kemi akset kryesore të asfaltuara, po bashkojmë fshatrat me rrugët kryesore. Blektorët nuk janë më të lënë mbas dore. Nga Kuçi deri në Selenicë dhe 501 fillon dhe në Lushnjë. Unë siç e gjeta rrugën për të qenë deputet i suksesshëm në zonën e Lumit Vlorës, do ta gjej përsëri rrugën për të qenë deputet i suksesshëm në qarkun e Vlorës. Mbështetja jonë do jetë maksimale, është njeriu nga deputetët, mos edhe nga shqiptarët, që në tërmetin e ka dhënë 200 milion lek. Mendon shumë për popullin që përfaqëson. Në këto 7 vite si deputet, kam adresuar mira çështje që kanë patur të bëjnë drejt për drejt me qytetarët, atë do të vazhdoj ta bëj. Duke dhënë votën për mua, ju do të keni një zë në kuvende në qeveri, thot ndër të tjera kandidati për deputet Vullnet Sinaj.